Të gjithë hani speca djegës, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës, diabeti dhe kolesteroli. Speci djegës përdoret në mjekësinë moderne në rend të parë për zbutjen e dhimbjeve të personave që vuajnë nga artriti dhe diabeti. Speci është i pasur me vitamina, të cilat luftojnë gjithashtu edhe infeksionet. Gjithashtu te speci gjenden sasi të mëdha të vitaminës C, të cilat i atribuohen edhe vetit afrodiziake që kanë të bëjnë me përmirësimin e funksioneve tuaja në marrëdhënie. Por për te shijes pikante, speci ka edhe një sër funksionesh terapeutike, të cilat jo të gjithë i njohin. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i rregullt dhe i moderuar i specave të kuq djegës. Mbrojini shëndetjen tuaj të zemrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Speca djegës mbrojnë nga sëmundjet kardiovaskulare, zvogëlojnë rrezikun e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru, dhe reduktojnë gjithashtu ndikimet negative të kolesterolit të keq. Ndihmojnë në uljen e presionit të gjakut. Është të provuar shkencërisht se speca djegës ulin presionin e gjakut dhe relaksojnë enët e gjakut. Parandalojnë gjithashtu radikalet e lira në tru. Studimet kanë treguar se kapsaicin dhe specat pikant largon qelizat e radikaleve të lira. Kjo perime dhe erëzën njëkohësisht përmban gjithashtu element që janë të mirë kundër ftohjes dhe ndalojnë trashjen. Speci i kuq djegës ka veti të mira antiinflamatore. Speci ka veti antiinflamatore, madje rekomandohet edhe në rastin e kollës. Ai lehtëson dhimbjet reumatizmale. Për këtë mjafton zbutja e tij për një farë kohe me një sasi alkooli dhe aplikimi në vendin ku keni komplikacione. Ndihmon gjithashtu edhe në humbjen e kilogramëve të tepërt. Përveç kësaj, ushqimi me erëza çon në një reduktim të peshës trupore. Shija pikante e specit i detyrohet kapsaicinës, e cila gjithashtu favorizon tretjen, ndihmon trupin të djegë më shumë kalori. Çliron nga zemërimi. Ushqimet pikante stimulojnë prodhimin e serotoninës, një hormon që i bën njerëzit të ndjehen më mirë. Prandaj është e dobishme në luftimin e depresionit. Speci nuk këshillohet të konsumohet nga ata që vuajnë nga patologji si ulçrat, problemet e cisteve, hemoroidet e të tjera. Për të vegjëlit në 12 vjeç, konsumi duhet jetë i kufizuar pasi aparati i tyre tretës është delikat. Gjithashtu, për të shmangur shqetësime në rast të kufizimeve, duhet të përdoret edhe nga grashtatzana dhe ato që ushqejnë fëmijën me gji. Nuk duhet ta teproni me përdorimin e specit, por ta konsumoni në gramatura të vogla dhe efektet e tyre do të jenë vërtet të mira në mbrojtjen e shëndetit. Disa i mbajnë në larg e disa nuk bëjnë dot pa konsumin e specave të kuq djegës në regjimet tuaja ushqimore, sidomos edhe gjatë kësaj periudhe. Por çfarë e bën specin e kuq djegës kaq special? Diçka e vogël e quajtur kapsaicin. Arsyeja pse speci i kuq djegës është përdorur në mjekësinë tradicionale dhe pastruese është pikërisht ky përbërës që përmban, i quajtur kapsaicin. Kapsaicina është përbërësi aktiv në shumë lloje të piperit, përfshirë edhe specin e kuq djegës. Pikërisht ky përbërës u jep shijen djegëse, shpjegon Jamie Allen, profesori farmakologjisë dhe toksikologjisë në Michigan State University. Pikërisht kapsaicin gjithashtu qëndron më shumë me benefite shëndetësore të specave të kuq djegës. Gjithashtu, sipas dietologes Alice Ramsey, përfshirja e specave të kuq djegës mund të japë rezultate fantastike për organizmin tuaj. Por cilat janë tashmë përfitimet kryesore të specave të kuq djegës dhe vlerat që do të merrni prej tyre? Për shkak se kapsaicin ka element të mirë terapeutik për trupin, speci i kuq djegës mund të nxjisë gjithashtu edhe metabolizmin tuaj. Disa kërkime kanë konfirmuar se kapsaicin te specat e kuq djegës ndihmon kundër dhimbjeve për shkak se redukton të ashtu quajturën substancën P, një kimikal i rëndësishëm i transmetimit të dhimbjeve. Nëse përdoret një krem me kapsaicin, në fillim do të keni më pak dhimbje dhe irritime, dhe më vonë gjithashtu do të ndjeheni akoma dhe më shumë të lehtësuar. Specat e kuq djegës përmbajnë gjithashtu edhe antioksidant mjaft të vlefshëm për organizmin tuaj. Antioksidantët, ato substancët që parandalojnë ose zvogëlojnë dëmtimin e qelizave të shkaktuar nga radikalet e lira, gjenden me shumicë te specat e kuq djegës. Ato parandalojnë oksidimin ose dëmtimin e shkaktuar kryesisht nga radikalet e lira, sidomos në lidhje me kolesterolin
dhe problemin e triglicerideve. Specat e kuqdjegës ndihmojnë gjithashtu edhe kundër problemeve të kongjenstionit. Specat e kuqdjegës ndihmojnë në pastrimin e kongjenstionit. Kapsaicina ndihmon në zhbllokimin e venave dhe undëve duke çliruar kongjenstionin. Mund të përmirësojë gjithashtu një qarkullim më të mirë të gjakut. Kapsaicin ka dhënë prova se redukton edhe trigliceridet që ndihmojnë qelizat të mos ngjiten me njëra tjetrën dhe të formojnë mpiksje. Të gjithë këta faktorë promovojnë qarkullimin e shëndetshëm të gjakut. Produktet pikante, përfshirë këtu edhe speca djegës, nuk janë për çdo. Duhet të përdoren me kujdes dhe nëse keni probleme me stomakun, urtin, nuk duhet i konsumoni ato. Specat e kuqdjegës duhet të konsumohen gjithmonë brenda normës lejuar dhe vlerat që do t'japin shëndetit tuaj do ta kthejnë atë në një nga produktet më të mira ushqyese në betejën kundër komplikacioneve. Shumë njerëz pohojnë se nuk mund të hanë speca të kuqdjegës sepse ndjejnë gjithashtu më shumë djegje në stomak, por kjo është as pak e vërtetë. Madje në shumë kultura është të përhapur tradita popullore e çajit prej specave të kuqdjegës, në kombinim me kamomilin për të dhënë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Te specat e kuqdjegës që gjenden sasi më të mëdha të kapsaicinës, flavonoide, vajra esenciale e të tjera. Përmbajtja e lartë e vitaminës C është më e madhe se të gjitha frutat ose perimet të tjera. Gjithashtu ato kanë sasi të konsiderueshme të vitaminës A, vitaminës K, vitaminës B. Jo më kot studiuesit e cilësojnë atë si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për mbrojtjen e organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Shumë njerëz kanë frikë nga ushqimet pikante, për shkak të pasojave të tyre të hemoroideve, por Akademia Mjekësore Franceze ligjeroi kryesisht përdorimin e specave të kuqdjegës edhe kundër problemeve të hemoroideve. Gjithashtu ekspertët e cilësojnë atë si një zgjidhje mjaft të mirë shëruese për organizmin tuaj. Nuk këshillohet të përdoret nga të vegjëlit, sidomos pa mbushur moshën 13 vjeç, po kështu është e rëndësishme të konsumohet brenda normës së lejuar. Speci i kuqdjegës është krejtësisht i këshillueshëm si recetë parandaluese kundër problemeve të ndryshme të shëndetit të zemrës. Është parë se përdorimi i vazhdueshëm i tij ul nivelin e kolesterolit në trup, ndihmon zemrën dhe ndihmon punën e arterieve të tyre. Gjithashtu, speci i kuqdjegës është një alternativë mjaft e mirë për shëndetin tuaj. Kohët e fundit kërkuesit e Cedar Sinai Medical Center në Los Angeles në SBA kanë studiuar efektet e kapsaicinës në laborator dhe kanë mundur të tregojnë se ky princip aktiv ndihmon në parandalimin e shumë llojeve të radikaleve të lira, sidomos ato të mushkërive, të zorës së trashë e të tjera. Speci i kuqdjegës përdoret normalisht në kinë edhe kundër depresionit, edhe në vende të ndryshme jep rezultate të ndryshme për shëndetin tuaj. Me specat e kuqdjegës mundeni edhe të dobësoheni. Për këtë janë të bindur profesorët Henry dhe Emery që në revistën shkencore Human Nutrition kanë publikuar një studi me titullin Efektet e ushqimeve pikante mbi metabolizmin. Gjithashtu, sipas ekspertëve, kapsaicina përmban speci i kuqdjegës ul konsumin e kalorive deri në 15%. Kështu ju bën të konsumoni më pak se 350 kalori çdo ditë. Kjo do ju ndihmojë edhe në përmirësimin e dukjes suaj, gjithashtu edhe mbajtjen larg të komplikacioneve të shëndetit. Përfshirja e specave të kuqdjegës në dietën tuaj brenda normës lejuar do të jetë një zgjidhje produktive për shëndetin tuaj. Prandaj ekspertët sugjerojnë përdorimin e tyre gjithmonë brenda normës së lejuar, asnjëherë duke i tepruar dhe duke abuzuar me përdorimin e tyre. Kapsaicina përgjegjëse për aromën pikante përmirëson kontrollin e oreksit dhe të ngopjes. Sipas gazetës europiane të farmakologjisë në vitin 2013, kapsaicina gjithashtu ka veti të tjera të dobishme për shëndetin e zemrës dhe të enëve të gjakut, duke çliruar oksidin e azotit nga muret arteriale, një substancë që ka efekte pozitive në presionin e gjakut, citoi studimi. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.